Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa usalli wa usallimu ala an-nabiyyil mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut të madhëruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e madhëruar e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatitë. I jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na ka mundsuar që të ndjekim rrugën e dërguarit të tij, të frymëzohemi prej librit të tij, të përpiqemi në vazhdimsi që të zgjedhim atë që e kuptojmë mas mire dhe ta aplikojmë në jetën tonë. S'ka dyshim se Kurani është i mrekullueshëm edhe në formulimin e tij edhe në kuptimet e tij, është i mahnetshëm edhe në ndikimin e tij. Neve si njerëz kemi kufizimin, aftësitë tona për me e kuptu Kur'anin edhe për me interpretu atë, kështu që sa herë i qasemi Kur'anit gjithmonë gjejmë diçka të re për të frymëzuar me te, për ta kuptuar më mirë dhe më drejt, ose edhe kur kemi qasje studioze, hulumtojmë rreth Kur'anit ose kur përpiqemi me i dhënë kuptime Kur'anit, gjithmonë ka diçka të re për të thënë lidhur me fjalët e Allahut fuqiplot. Kjo është për një arsye shumë të thjeshtë edhe të kuptueshme që na si besimtar e besojmë se Kur'ani është i mrekullueshëm për shkak se është fjala e Allahut fuqiplot. Ato bukuritë e tij nuk përfundojnë asnjëherë, ndërsa Allahu i madhëruar ka treguar se sikur edhe krejt detet e botës të ishin ngjyrë, e krejt drujt e pyjeve të botës të ishin lapsa, e të shumëzoheshin me 7, prap nuk do të mjaftonin për me ju dhënë kuptim fjalëve të Allahut fuqiplot. Kjo e bën Kur'anin madhështor, por neve nuk na bën të zhgënjym, ose nuk na bën të dorëzum, ashtu që mos me tentu, mos me provu me e kuptu Kur'anin sa më mirë që është e mundar. Është një e vërtetë e pamohueshme dhe interesante lidhur me Kur'anin se një pjesë e ajeteve të Kur'anit kanë shkas për zbritjen e tyne. Kanë zbrit në rrethana të caktuara ose kanë zbrit si përgjigje në rrethana ose në zhvillime të caktuara. Edhe njohja e atyne rrethanave edhe atyne zhvillimeve padyshim që e bën edhe kuptimin e ajetit më të afërt, më të kapshëm për neve. Javën e kaluar nëse ju kujtohet kemi filluar fjalën tonë me një rrafim për Ebu Bekrin radiallahu anhu, pastaj kemi trajtuar ajetin. Sonte do të përmendim një ajet, pastaj do të përmendim një rrafim frymëzues që komentatorët e Kur'anit thonë se si rrjedhoi e atij zhvillimi ka zbrit ky ajet, po megjithatë më e rëndësishëm edhe se rrethana, edhe se shkasi, është vetë kuptimi edhe porosia apo mesazhi i ajetit. Allahu i madhëruar në surën Bekara, në ajetin 207, pra surja Bekara, ajeti 207, nëse tani nuk o marrë me shënu, thotë, o minan nasi, men yashri nafsehu ibtigha'a mardatillah, wallahu raufun bil ibad. Shumë shkurt, ajeti një resht e pak monët me i pas, një përshkrim interesant se çfarë njerëz ka. Ajo që është, po bëni kur ta lexoni këtë ajet në mushaf, pak më nalt, një 4-5 ajete, 3-4 ajete ose 5 më nalt, më herët pra, e vreni se Allah i madhruar flet prap me të njëjtën uemin e nasi, ka pe i njerëzve, i përshkru ndo njerë që s'do të mi marrë shembull. Ose me atë shprehjen e kahmatshme i përshkru ndo njerëz që do të mi marrë i bret pe i tyne. Do më thonë mësim irritus. O minan nasi, me yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Ka pe njerëzve që me bu me i pa edhe me i një që flasin, ty doket se këta masha Allah, e pas kanë
një urtësi edhe një aftësi të jashtëzakonshme të shprehurit, ama Allahu në fund thotë wa huwa aladdul khisam, mirë po këta janë grindavec të përbetuar. Edhe masani vjen përshkrimi i tyne që sonte s'është na interesu. Ndoshta ndonjëherë do t'i trajtojmë edhe këto ajete. Po mas këtyne ajeteve masani prap thot Allahu wa minan nas, po ka edhe pe njerëzve, pra Allahu kur përshkruan nga njëherë ndonjë dukuri negative e cila duhet trajtohet, e cila duhet përmirësohet, kur njëherë nuk e lën pa ofru edhe zgjidhje. Devijimi, deformimi, gabimi, rëshqitja, marrja në thu, mirë po me njëherë mas 2-3 ajeteve vjen një ofertë hyjnore, e cila e bën besimtarin të, si me thonë, syqel, qysh me dalë prej ndonjë situate e cila është e pakëndshme. Edhe këtu, Allah i madhruar flet për do njerë që janë grindaveca, edhe i kanë do cilësi shumë negative, me njerë mas tyne thotë huemi në nasi, dhe ka prej njerëzve, me i jeshri nefsehu ibtiga e mërdatillah. Ka prej njerëzve të atil që ofron kush dën me ble. Muj me thonë, ofron për shitje, po me qëllim s'po du fjallën shitje me përdor, për shkak se fjalla jeshri ka të bëj ma shumë për blerje, po në këtë rast ka prej njerëzve që nefsin e vetë, vetën e vetë, shpirtin e vetë, i ofron kush don me ble, ndërsa kërkesa e tyne ose çmimi i tyne cili është ibtiga e mërdatillah, çmimi i tyne është synimi i kënaqësisë të Allahut. Do të thonë, ai e çet vetën shitje, mirë po s'mundet kërkosh me ble për arsye se ai është tu synu diçka shumë konkrete, diçka të cilën se ka askush. Ai ka dikush kënaqësinë e Allahut. Nganjëherë neve na thojnë çfarë sevapi kam unë nëse e bëj këtë punë? Ku e di unë çfarë sevapi kite? Ose çfarë gjunahi nëse e bëjt asa tonë nuk e di? Për arsye se nuk e di me siguri të plot, a ka me të shpërbly Allahu për një vepër të mirë që e ke bë, ose Zoti na rujt, a ka me të ndëshku për një vepër, për një gabim që e ke bë. Pse po them se di? Se di as për veten time. Nëse e kam bë një vepër të mirë, nuk e di a ka me më shpërbly Allahu. Edhe nëse e kam bë një gabim, nuk e di a ka me më ndëshku. Ekziston gjithmonë frika për ndëshkimit, edhe ekziston gjithmonë, edhe do të ekzistojë gjithmonë shpresa të shpërblimit. Mirë po kur vjen puna me thonë dikush, kush prej juve po e don sevapin e Allahut? A keni një do vllazni kanë herë kur flasin, dojnë me nxit edhe me motivu një vepër të mirë, edhe në fund thot, a s'po don sevape a? Edhe ti ki drejt me thonë, pse a sevapet a ti i jepa? Ti po thua, as po don sevape, po a i kiti sevapet me mi dhoni jo. Une e du kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Kush po ma jep? S'mundet kërkush me ta dhon përveç ai kënaqësinë e cilit jetu e synu. Për këtë arsye pra është e çet vetën në shitje veç me një çmim. Ka pe njerëzve e çet vetën në shitje veç me një çmim. Nuk ka çmim tjetër përveç se ibtiga e mërdatillah, duke e synu kënaqësinë e Allahut, e Allahu e përfundon, domethënë përshkrimi i shkurt. Ka pe njerëzve që çet vetën shitje duke synu kënaqësinë e Allahut. Çfarë përshkrimi i thjeshtë edhe i shkurt, pa kur far komplikime. Edhe vjen vula. Allahu thot, wallahu raufun bil ibad. Allahu është shumë i mëshirshëm me robërit. Nuk ka thonë me këta, ose me të këtillët, ose me kështu me radhë. Për çfarë arsye? Thonë komentatorët, nuk ka thonë edhe pse na në shprehjet tona mundu me përdor për emra për tjetrin. Këta, ose të këtillët, ose ata, ose kështu me radhë, mirë po përdorimi i emrit në trajtën e shuar, që në këtë rast e kemi të ky ajet, tregon më tepër kuptim, edhe tregon më tepër madhështi edhe më tepër përgëdhelje. Tash për shembull, me thonë dikush, kush janë këta? S'ka nevojë me thonë këta, ose këta qofshin të nderuar, jo valla, përmendja emnin. Përmendja emnin, Allah i madhruar i përmend emnat. Kur thom emnat nuk e kam për qëllim emnin e përvetshëm, po Allahu thot wallahu raufun bil ibad, Allahu është shumë i mëshirshëm edhe shumë i mirë me i përshkruan el ibad, ata që e kanë jetësuar në nënshtrimin ndaj Allahut fuqiplot. Edhe ky nënshtrim ose çuje edhe robëri nuk prish punë,
nuk ka vlerë, kuptim jo se jo, po edhe vlerë nuk ka përveç në raport me Allahun. Me i thonë dikujt ti je robi jam, ose robi i filanit, ose robi i dinarit, ose robi i dunjas. Kjo është nënçmim, është ofendim. A me i thonë kujt do, robi i Allahut është ngritje, është vlerë edhe lavdrim. Për çfarë arsye? Për arsye se njeriu për një mend atë aspektin e vetëm të robërisë e ka vetëm në lidhje ose në relacion me Allahun fuqiplot. Pra shkurtimisht ajeti 207 i surës Bekare e kishte parafërsisht këtë kuptim, me gjithë mangësitë e mia në interpretimin edhe përkthimin e kësaj. E përmendin dietarët edhe historiant, edhe njohësit e rrethanave të zbritjes së Kuranit, se ky ajet ka zbrit njëherë kur njëri prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka bërë një vepër, edhe ajo vepër për një mend ka qenë shumë madhështore. Sahabët realisht shumica prej tyre me veprimtarinë e tyre kanë qenë shkolla, kanë qenë universitete, se kanë dhënë shembuj të shumt, e unë po du me përmend ai sahabiu e ka pas emrin Suhejb ibn Sinan, Suhejbi i biri i Sinanit. Është njoft në histori si Rumi, Bizantini, por nuk ka qenë Bizantin. Nuk ka qenë Bizantin, ka qenë Arab. Por baba i tij ka jetu në kohën e para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Baba i tij ka jetu në Irakun e sotëm, edhe ka qenë i punësuar në administratën persiane. E kur ka ndodhur lufta mes persianëve edhe bizantinëve, ata bizantinët kur kanë hi aty, mes tjerash kanë zonë edhe rob. Përpara kanë zonë rob edhe pengje civil, që themi ne sot, gra e fëmijë kështu me radhë, edhe ata me automatizëm, si janë kap rob, statusi i tyre ka kaluar në sklever. Edhe ky Suhejbi, si fëmijë, është kap në një çasi ekspedite ushtarake prej familjes vet, e cila ka qëndru përkohësisht në Persi, është kap prej bizantinëve, e kanë marrë, e kanë çuar atje, e kanë shit si sklav realisht, e kanë trajtu si sklav, masani dikush prej tyre e ka shit, e ka blen një i Mekës, thuhet disa versione. Ka ik prej Bizantit, e ka ardhur në Mekë prej nga e ka pas origjinën, thuhet që e kanë shit në Mekë, pastaj i Mekës e ka liru prej skllavërisë, kështu me radhë, por pak ka rëndësi, ajo që ka rëndësi është të kuptohet se Suhejbi radiallahu anhu është quajtur si bizantin, por nuk ka qenë bizantin, por ka qenë arab. Islamin e ka pranu herët. Çatëherë kur e kanë pranu, mas Ebu Bekrit me njëherë, Bilali, Khababi, Ammar ibn Yasiri, çështo, domethënë pak persona e kanë pranu Islamin para Suhejbit, edhe është prej atyre që nuk e ka marrë Islamin e vetëm sheft. Edhe pse nuk o konë qas njeri me krah, po s'ka qenë njeri me autoritet edhe me forcë. Për shembull Ebu Bekri kur është bo musliman, ai asnjë ditë nuk e ka kaluar në ilegalitet. Nëse e përjashtojmë veç ato udhëtimin e hijretit, që e kanë bo me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam fshehur azi. As pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjë ditë jetës vet përveç çasaj pjesës të udhëtimit nuk e ka kaluar në ilegalitet. Ndërsa ka pas sahabe që e kanë pranu Islamin edhe si kanë kallëzu kërkujt për shkak se janë konë të dobët, janë konë të pambrojtun, edhe në kohën e tyne, kohën për cilën po flasim, ka qenë vështirë me konë musliman. E kjo Suhejbi, edhe pse u konë edhe vetë i dobët edhe jo, atë që mbrojtun, megjithatë e ka pranu Islamin edhe e ka shpërfaqat, e ka bo publik. Bile e përmend dikush, thot kur ka marrë me e pranu Islamin, duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e Erkamit, në periudhën e hershme Mekkase, thot Suhejbi bante roje në hymjet shtëpisë e Erkamit, do të thonë njëri me autoritet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo që është me rëndësi, është se ky djalë masi kthehet prej skllavërie, rritet, zhvillohet, ka qenë gjallënik, fillon me bë tregti dhe arrin bajagin një përmirësim të gjendjes ekonomike. Kur vjen puna me emigru, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam emigron, bën hijret në Medinë. Edhe një pjesë bukur e madhe e muslimanëve bojnë hijret në Medinë. Suhejbi bëhet gati për me bë hijret, me marr rrugën prej Mekës me shku në Medinë. Edhe i dalin do kopuka, do djemtri, edhe i thonë qëre ti kur ke ardhë këtu, ke ardhë me dur në gjepa. Tash je bo milioner.
e po donë me paret tona, mu që me shku atje, kjo s'ka me ndodhë, s'tlojnë. A ju thot, nëse e keni që aty synin, ja keni qitë synin pasunis tem, une po ju tregoj ku i kom shef paret, shkoni merrni, ama rrugën mos ma ndërpreni. Edhe si duket, e boj një marrëveshje të atill, një verzion tjetër thot, ata e kanë shu, po në rrugë i kanë dalë do tjerë, kanë dashur me e lidh, është bë një farë rezistence aty edhe në fund prap kanë arrit marrëveshje që kryesorja unë krejt çka kam pia u jepi, ama mos më pengoni me shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Krejt këto zhvillime ka pak ndryshime në versionet e rrëfimet që funit për neve nuk është se janë shumë të rëndësishme, kur e kemi atë pasqyrën e përgjithshme, po kryesorja Suhejbi hiq dorë prej këtë pasunisë vet edhe vazhdon rrugën për Medinë. Kur vazhdon rrugën në Medinë, kur mrin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gëzohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për arritjen e tij, se e kishte bashkulltar të jetës edhe e kishte një prej përkrahësve besnik. Po ky hala pa i tregu se çysh ka ndodhur ngjarja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha 3 herë rabihal bai'u Aba Yahya. Tregtin që e ke bo, ke fitu, o Ebu Yahya. Edhe kur i thot kështu, Suhejbi e kuptoi fare mirë çka po ndodh, çka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po se kishte të qartë, ka e murë vesh kë. I tha, ja Rasulullah, nuk besoj të ketë ndonjë mënyrë tjetër që ti me e kuptu çka ka ndodh, përveç që Xhibrili ta ka pru lajme. E që kjo ka ndodh e jo një herë, po ka ndodh disa herë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që për ngjarje të caktuara që ka ndodh aty ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka pas çasja, s'ka qenë prezent, mirë po i ka ardhur lajmi prej qiellit, edhe sipas gjitha gjasave, edhe në këtë rast kështu ka ndodhur. Dëshmia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e rëndësishme. Kreta të tjera mbeten formalitete. Ju ka thonë merrni paret, veslemni të shkoj, këto janë formalitete. Po ajo çka ka ndodhur, se funit ne nganjëherë i shohim gjanat, edhe i dëgjojmë, po nuk mundëm na me aftësitë tona të kufizume, me qasjen tonë të kufizume në realitetin e ngjarjeve dhe të ndodhive, nuk mundëm na me thonë çështu ka ndodhur, se kështu ka ndodhur, se fitoi filoni ose s'fitoi filoni, se nuk e dim për secilin se sa e ka pas për një mend, sa e ka pas për zemërsisht. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka thonë, tregtia jote ka qenë fitimprurse për ty, atëherë ajo është dëshmi edhe për neve sot që e trajtojmë këtë ngjarje, se Suhejbi radhiyallahu an, Allahu qoftë i kënaqur me te, e ka bo një gjest që ka hiq dorë prej diçkaje për me arrit diçka, edhe thojnë se në qito rrethana ka zbrit ajeti që e citum, min an-nasi men yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dhe ka pe njerëzve që e ofrojnë në shitje veten e tyne në synim të arritjes së kënaqësisë së Allahut fuqiplot, wallahu raufun bil ibad. Allahu është shumë i mëshirshëm me ata që e arritën për kushtimin edhe për uljen edhe robërinë ndaj Allahut fuqiplot. Po përdoret fjala shitje ose e përdorim na nganjëherë fjalën shitblerje. Përdoret edhe fjala tregti në Kur'an, jo thjesht në kuptimin e tregtisë, në kuptimin konvencional të tregtisë, e qet një mall, ja qet një çmim, vjen dikush i ka paret, ka nevojë për çat mall, ti e paret e merr, ajo është tregti, e vërtet është. Mirë po, e përmend Allahu nganjëherë edhe relacionin mes robërve të tij, ose relacionin e robërve të tij me te, me madhninë e Allahut, e përmend si tregti. Yarjuna tijaratan lan tabur. Ata shpresojnë një tijaret, një tregti, në cilën kur s'ka humbje. Ose ajetet e surës Saf, hel edullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin elim, ojo që keni besu, apo doni me ju tregu për një tregti fitimi i cilës do t'jetë shkak që ju të shpëtoni prej një ndëshkimi të dhimbshëm. Do thënë e përmend Allahu tregtin, e përmend Allahu shitblerjen, që s'është diçka
s'po du me thonë s'është konkrete, se është konkrete, po s'është sikur se këto tregtit që i bojmë na me njëri tjetrin, për arsye se aty na me njëri tjetrin diçka japim, diçka marrim. Ndërsa Allah i madhruar prej neve diçka lyp, e që nuk e merr patjetër prej neve, thjesht Allahu prej neve e pret gatishmërinë për me bë diçka, jo detyrimisht edhe vepra. Njëri e dim, i kemi dëgjuar ajetet, i kemi dëgjuar hadithet, kur njëri për shembull veç pse lakmon, të kisha pas mundësi, sikur filani, kisha bodhun sikur filani, veç pse lakmon për një vepër të mirë, Allahu ja jep shpërblimin për çatë vepër. Pse? Se Allahu e çmon gatishmërinë për me bë mirë edhe kur nuk ekziston mundësia. Te tregtia me Allahun fuqiplot ose te shitblerja në raport me Allahun, çka kemi? E kemi një gjatë cilën na nështë e kemi në dorë, por realisht nuk është e jona, për arsye se as jeta jon, as shëndeti jon, as pasunia jon, as rahatia jon, as njona nuk jemi na ata që i kemi bo vetë. Jemi të autorizum me to, po janë në posedim real të Allahut fuqiplot. E ta shto gjonat cilat Allahu i ka realisht. E ka jetën tonë Allahu në dorë, e ka shëndetin Allahu në dorë, me një fjalë, me një urdhër, kun ndron gjendja. I gjalli bëhet i vdekun, i pasun i varfnohet, i shëndet smuhet, i mençuri mundet me u çmend. Me vullnetin e Allahut ndodhin këto gjëra, kështu që nuk jemi na poseduesit sovran të kësaj që na duket se është e jona. Në realitet është Allahu. E ku është kuptimi, ku është logjika që na me i ofru Allahut për shembull jetën tonë, ose me i ofru Allahut kohën tonë, ose pasunin tonë, ose mundin tonë, ose djersën tonë, ose kështu me radhë. Realisht këtu veç është mirësia e pakufishme e Allahut, që Allahu për ato që është e vetja, e ta ka dhënë ty me u shërby me te, e që s'ki çare pa i thonë faleminderit se jetu e përdor gjësendin e Allahut fuqiplot, Allahu prap me të shpërbly. Edhe për çat falënderim, edhe me të thonë apo ma shet mallin tem, sikur Allahu t'i takon shembulli më i lartë gjithsesi, po sikur dikush me i thon dikujt, merre për shembull makinën tem, përdore sot se të vyn, edhe ngrami kur ta kthen ti me i thon sapi lyp me mallon Chelsea. Sapi lyp me mashit kerrën tem. S'ka logjik, mirë po ndoshta dikush s'komni që ka ndodh, po Allah i madhruar me gjithate, që shtu i trajton robërit e vetë, edhe qësi mundësi ju jep robërëve të vetë. Edhe një lidhje qësisoj me Allahun fuqiplot, pra ngritje e lidhjes me Allahun në këtë formë, në këtë mënyrë, pa dyshim që i jep secilit mundësi me fitu shumë. Nga se i avlen me ofru njeri krejt çka ka. Në ajetin e 207 u përmend jeshri nefse, e jep vetën e vetë, e jep jetën e vetë. Në shkëmbim çka merr, e merr kënaqësinë e Allahut. I avlen. Me Allahun s'ka asnjë marrëdhënie, asnjë tregti, asnjë shitblerje që nuk i avlen. Kur s'del humbs me Allahun fuqiplot. Janë edhe dy ajete që po du me i përmend kalimthi lidhen me çët temë gjithsesi, janë ajetet 111 edhe 112 të surës At-Tauba. Edhe këto nuk është marrë me i regjistru, nëse doni me i lexu ma vonë, subhanallah. Edhe në këto ajete Allahu thot inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allahu i bleu, në këtë rast përdoret blerja. Blerja edhe si nocion, edhe si veprim, a është më i këndshëm apo shitja? Blerja është më i këndshëm. Për atë arsye parës ngurova me thonë e ofron shitje se edhe Allahu i e shri, s'ka thonë je bie, e shet, po e ofron kush pe blen vetën e vet, ama çmim e ka kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Këtu Allahu thot inna Allah ishtara, Allahu i bleu prej besimtarëve, anfusahum wa amwalahum, jetët e tyne edhe pasunitë e tyne në këmbim të shkafit bi anna lahumul janna, në këmbim të xhennetit.
Ja vlen. Për arsye se ti po ofron diçka që nuk është absolute, jeta megjithatë është e kufizuar, edhe është e shkurtër. Pasunia, edhe ajo është e pakt. Realisht me marr njërin më të pasunin që ka ekzistuar në historitë e njerëzimit. Nuk e di kush ka mujt me kanë. Po krejt qatë pasuni, vendin më të thjesht në xhenet s'besoj që kish mujt me e ble. Qatë që është e pakt edhe e pavler pasunia e kësaj bote, krahasu me ahiretin, që të mos keq kuptohemi, për arsye se Islami nuk nxit në fukarallak. Islami nuk nxit në dekadencë. Islami nuk nxit në ai lënë dunjan se s'ka lidhje se ahireti është i rëndësishëm. Jo, shfrytëzohet në dunjan se me çit dunja fitohet ahireti. Edhe me koni pasën është më mirë se me koni varfën. Edhe me koni meqëm është më mirë se me koni pa meqëm. Edhe i dishëm më mirë se i pa dishëm. Edhe me pozite, me autoritete, me pushtete, me të gjitha është më mirë se pa to. Po qëllimi çka është? Këto janë kalimtare, se jeta është kalimtare dhe si ja vlen, unë e kam thonë shpesh, çka të vyn nëse sonte bosh miliarder, nesër del shpirti. Çka e hajrin, kur gjo eq. Apo nëse je bo miliarder sonte, edhe jep zeqat, ndihman, ban këte, edhe plus thu, sot kom jetë, unë e kam e vepru mirë, atëherë i avlen, për arsye se ka mundësi pasuniko në xhenet nesër me konë manalë se varfanjako. A sahabet e kam përmen, kër janë ardhin anku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë thonë, ja Rasulallah, ta vllaznit tonë që kanë pasuni, fukaraja janë ardhin, kanë thonë, ata që kanë pasuni, shkun naltë në xhenet. Pse? Thotë se ata po falën, që ashtu që po falëm na, ata po agjerojnë, që po agjerojmë na. Kur po vjen hesapi, ata po japin zeqat, na s'kena me dhënë zeqat, ata japin sadaka, s'kena, ata po investojnë në ushtri, na s'po kemi mundësi, ata po shkojnë haz, na s'po kemi mundësi, do thonë na te i kalun me vepra të mira, të cilat po vinë si rrjedhoj e pasunisë. Allahu tash po thot, Allahu i bleu jetët edhe pasunit e besimtarve në kompenzim për xhennet, që gjithçysh i avlen. Edhe këtu pastaj që kjo ajeti, jeni sinë 11 e surës Teube, i përmen disa nga veprimet e kërkume, yuqatilune fi sabilillahi, fe yaqtulune ve yuqtalun, luftojnë rrugën e Allahut, vrasin dhe vriten, wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injil, kjo është premtimi i vërtetë i Allahut që ka qenë evident edhe në Teurat edhe në Injil, o men awfa bi ahdihi min Allah. Kush e përmbush premtimin edhe besën edhe zotimin e tij më shumë se sa Allahu. Kur bëhet kjo pyetje, përgjigjja është e qartë, askush. Edhe këtu tash është ajo pjesa që me qëllim e citova ajetin deri këtu. Festabshiru. Andaj gëzohuni, myshde. Allahu thot festabshiru, do të thonë unë, Zoti, po ju jap myshde juve o robër. Bi bai'ikum alladhi bai'atum bih, po ju jap myshde se keni fituar shumë në këtë tregti edhe shitblerje që e keni bërë me Allahun. Dhalika al-fawzu al-azim, kjo është fitoria e madhe, ajeti tjetër i 112. Et-taibuna, el-abiduna, el-hamiduna, es-saihuna, el-raki'una, es-sajiduna, el-amiruna bil-ma'ruf, wan-nahuna 'anil munkari wal-hafidhuna li hududillah. I përmend çita njerëz të ajetit parë, Allahu po i përshkruan çysh dokën. Cila është esenca e tyne, cili është letërnjoftimi i tyne, cili është profili i tyne. Et-taibun, ata që bojnë teube, s'janë me laçe, nuk janë të përkrym, janë gabimtar. Allahu i madhruar, kur thot, Allahu i don shumë ata që pendohen shumë. Çka do të thonë? Allahu i don gjunaqtarët. Se mos me konë gjunaqtar, s'ki nevojë me u pendu. Kur s'pendohesh, do të thonë, që të derë të dashurisë së Allahut s'mundesh me përjetu. Ata që pendohen shumë, ata që adhurojnë, ata që e madhrojnë Allahun, ata që agjerojnë, ata që falen, ata që urdhrojnë punë të mira, ndalojnë për të këqijave, edhe ata që kujdesen për kufit e Allahut fuqiplot. Pra, krejt që ta, edhe krejt qëto veprime, krejt qëto gjendje janë gjendje meritore për me e marë qatë çmim cilin Allahu po e ofron për pak gjatë cilën po e kërkan. Në thënë, Allahu qka po ofron, edhe qka po kërkan,
dallimi është shumë i madh. Po kërkon krejt pak, diçka që është e mundshme, po jo edhe e lehtë gjithsesi, po ofron diçka e cila ka vlerë shumë të madhe. Edhe në fund që ti ajeti, çka thot, "Wa bashiril mu'minin", edhe ti o Muhammed përgëzoj besimtarët. Në dy ajete i kemi dy myshde. Në dy ajete i kemi dy përgëzime. Përgëzimi i parë, Allahu e ka marrë përsipër vetë me na e thonë, "Festabshiru", gëzohuni. Myshde, Allahu vetë po e jep myshden, ndërsa në ajetin e dytë po thotë "Wa bashiril mu'minin", po i thot pejgamberit, merr ju myshde besimtarëve. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë se na njerëzit, sado që e marrim seriozisht këtë lidhjen me Allahun fuqiplot, megjithatë njerëz jemi edhe nga njerë ndikohemi prej rrethanave të ndryshme. Mundëm edhe me harru, mundet edhe me na uzbeh motivi, me na dobësu vullneti, me na lëshu zeli, mos me konë gjendje me lëviz, nga njerë mërzitemi. Ka përshkru Allah i madhruar në Kur'an edhe gjendjen e pejgamberve edhe të besimtarve, që edhe ata nga njerë jenë konë fare afër zhgënjimit, fare afër, derisa për shembull është thonë me ta nasrullah, kur ka me na ndihmu Allahu. Këto e kanë thonë njerëzit e mirë, se kanë thonë njerëzit e këqij. Njerëzit e këqij kanë dyshime. A njerëzit e mirë munën me ardh afër zhgënimit, munën me u lodh, munën me u mërzit, po jo me elshur rrugën e Allahut fuqiplot. E duke qenë kështu, Allahu të e njoft njeriu mirë, se është krijuesi i njeriu, e ka ditë se njeriu ka nevojë me u motivu, e njeriu motivohet me paralajmërime joshse, motivohet edhe me përgëzime, edhe me myshde. Nuk di të ketë diçka ma që njeriu mundet me e përjetu ma mirë, ma këndshëm, se sa fjalën e Allahut myshde. Si hariq. S'ka diçka ma të këndshme, nëse Allahut premton diçka, aty kur mos e diskuto, mos e kontesto, me thonë, a ka me ndodhë që ashtu, a s'ka me ndodhë. Edhe nëse ndonjëherë në jetën tonë, mundesh me hazën situatë, thu, mërë, Zoti çto e ka premtu, po mu halasëm ndodhe, prit mos u gotë, se ka njëherë mundet ty me të nxitu. Po mos me konë bash aja afati më i miri, timingu, koha më e mira, kur ty të duket se po të duhet, dërsa Allah ndoshta e kalon nesër me të ndodhë, se çatëherë është edhe më mirë për ty. Po ja u kujtoj një gjë, kur po tham njeriu të ngutet, kur po ëndër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë në Medinë, po ëndër të e bë umrën në Mekë, edhe ja u kallzoi ëndrën shokëve të vet, u gëzuan shumë se ëndrat e pejgamberëve janë pjesë e realitetit, pjesë e shpalljes. Edhe u çuan u bënën gati me shku me e bë umrën, kur pak pa mrin Mekë, i dolën ata thanë ja, na gjallë, ju me hin Mekë nuk ban. Veç ka mu derë gjaku, deri ngu se hiç s'ban. Sahabët u mërzitën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po ktheham. Po u arrit aty marrëveshja e Hudejbijës, që ishte një fitore e madhe, se marrëveshja edhe armëposhimi edhe paqja gjithmonë është më fitore se fitoret e luftës. Edhe sahabët, ndoshta nga dëshira e madhe me pa çapën e me bë umrën, i thanë ja Rasulullah, po ti ke pa ëndër si kena me shku, edhe është premtimi i Allahut që kena me shku me bë umrën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha po, tha, është premtimi i Allahut, edhe sigurisht ka me realizu, po ja që tash s'po realizohet, ndoshta realizohet në vitin e ardhshëm. Se pikë marrëveshjes ke që në vitin e ardhshëm e ardhëm me kryu umrën pa ndonjë telashe. Po du të them, je në lidhje me Allahun fuqiplot. Allahu të ka lyp diçka, cilën ti mundesh me e dhon, mundet me konë shtrajt për ty, jeta është e shtrajt, pasunia është e dhëmshme, koha, mundi, ndjersa, krejt ato janë, shme thonë, kanë kosto. Mirë po, kur të kujtojsh çka të ofron ty Allahun në këmbim, zbën në asnjë moment me u hamend. Po mos thuj një moment caktuar, e unë e kryva punën, po kur del rroga, ka dalë se hala është 20-25, me të parin del rroga, mos u got. Po menoj del pagesa Allahut që sigurisht ka me të bëjë Allahu i kënaqur, me konti i kënaqur me atë që Allahu ka me të dhënë, por nxitimi në situata të këtilla nuk është i mirë. Në rrugë vllazën, nëse krejt kjo që thash e ka një mesazh, një porosi, një mësim,
atëherë ai mesazh do të ishte që çka lyp Allahu prej neve, i lyp senet e veta. Se të Allahut janë, të Allahut jemi edhe na. Nëse kemi gatishmëri me i ofru, ta dim që Allahut ato si duhen. As sakrifica jon, as pasunia jon, as ibadeti jon, Allah nuk e bon ma zot se që është, ato na duhen vetë neve. Dhe kur Allahu i kërkon ato, i kërkon prapë për neve, që edhe ne t'ua shohim hajrin aty në gjanave, po edhe Allahu t'na shpërblej, pastaj ekstra që në verzionin më të mirë të mendumit, edhe të optimizmit, nësë këshum ditë me lyp shpërblim, për shembull, Allahu ta ka dhënë një gjë, edhe është etike, jo vetëm me Allahun, po me një njeri të rëndomt, ta bën një të mirë me i thonë falënderit. Po kur i thu falënderit, ty do këtë vetja që lave borxhe edhe përfundoj çdo gjë. Edhe realisht çështu është. Po Allahut kur i thu falënderit, ti le që lave borxh, po edhe fitove se edhe për atë falënderim Allahu hala të shpërblen. Ose ta shton atë mirësi për cilën e ka falënderu, ose ta shton ndonjë mirësi tjetër që në të gjitha rrethana ti je fitues kur ki punë me Allahun e madhruar. Andaj vetëm në ato çka Allahu i kërkon prej neve, e na mund t'i afrojmë atij, ose të ofrojmë për hir të tij, aty s'do të me u hamend, për arsye se shitblerja, tregtia është e garantuar. Fitimin e kit garantuar, edhe nuk bën me u hamend. Jemi njerëz, jetojmë në tokë, jemi, si me thonë, subjektet gravitetit, na tërhek dunjaja, na tërhekin dembelit, përtacit, kopracit e ndryshme, frikrat e ndryshme, mungesa e guximit e kështu me radhë, megjithatë do t'i kujtojmë pikërisht ato premtime dhe ato përgëzime të Allahut fuqiplot. Allahu ju rujt, e ju shpërbleft, e ju bekoft për momentin inshallah javëve që vjen, takohemi me tema të kësaj natyre deri ka Ramazanit. Tani mas Ramazanit inshallah fillojmë me ndonjë projekt 3. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.